Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Brunilda Mersini u takua së fundmi me banorët të fshatit Nart. Mersini tha se jemi rikthyer për të vendosur së bashku mbështetjen që do t'japin Partisë Socialiste më 11 maj. Sipas saj, besimi i banorëve është për të një përgjegjësi e madhe që mund të shpërblet vetëm me punë. Nuk kam shkelur asnjë territor për të bërë premtime boshe, por për të dëgjuar me përullësi. Që nesër të jem zëri juaj në lobimin për më shumë investime, projekte dhe mirëqenie, me forcën që më jep vota juaj, tha ndër të tjera kandidatja socialiste Mersini. Në moshën që jam, kam qenë mjeke 30 vjet, kam drejtuar në një institucion 8 vjet. Pra kam dhënë prova që di të bëj ca punë. Kam dhënë prova në qytet për ata njerëz që më njohin, që them kjo bëhet, kjo nuk bëhet. Edhe këtu ne nuk dalim të marrim një shkop magjik dhe të themi do të muin për 24 orë, po u them fort që do të bëj përpjekjet maksimale që ai projekt që është në letra mos ngeli në letra. Dhe mirë është që ne mos të mburrejmë, mos të premtojmë, po kur të bëjmë fakt të kryer që themi njerëzve, kjo ishte detyra ime dhe e bëra. Pra jo premtim, po kjo ishte detyra ime dhe këtë e bëra. Se njerëzit duhet marrin detyrat, marrin përgjegjësinë. Tani miqtë e mi, unë kështu i mendoj gjërat. Mersini vijon takimet edhe në qytetin e Vlorës, në ambientet e Hotel Sezanit, të dikurshëm e tanishëm, u takua me miq dhe mbështetës, shumë prej tyre punonjës të një prej bizneseve më historike të qytetit, siç thot vetë kandidatja Mersini, një biznes që ndër vite ka qenë pjesë e eventeve familjare. Jam në këtë rrugëtim edhe për ta që zëri tyre të dëgjohet e që politika të jenë në lehtësim të sipërmarrjes, por edhe në favor të punonjësit, thekson Mersini, duke i ftuar qytetarët që bashkë të krijojmë të ardhmen që dëshirojmë. Mersini u takua edhe me banorët e Zvërnecit, ashtu si shumë zona të tjera me potencial të madh, ka vuajtur për vite me radhë mungesën e ujit të pijshëm. Ky problem do të marrë fund përmes përfundimit të projektit të furnizimit me ujë për 15 fshatra, ku përfshihet edhe Zvërneci, tha Mersini. Ky është vetëm një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të jetës së përditshme për banorët. Në vijim do të angazhohemi me të njëjtin seriozitet për të zgjidhur çështje të tjera jetike, u shpreh Mersini. Me njerëzit për njerëzit nuk është thjesht moto e fushatës sime, por parimi që udhëheq çdo angazhim timi publik, theksoi ndër të tjera Mersini.